A jemi të vetëdijshëm se çysh ndikojnë emisionet televizive në mas? Gjithçka që transmetohet në televiziona apo në rrjete sociale, mundet me nuk dok që nuk ka ndonjë ndikim të madh, por realisht ka shumë ndikim. Që na në përditshmëri mundemi as mos me vrejt, por mundemi me e vrejt pas disa viteve në ndryshimin e mendësisë së shoqënisë tonë. Ata aty mrena shohen, ofendohen, manipulojnë, shfaqin agresivitet e njerëz të përjashtë i kqyrin si diçka argëtuese. Atëherë të njëjtat sjellje, njerëzit fillojnë me i pas si sjellje normale dhe të pranueshme. Mandej edhe ato familje që kanë tentuar me instalu vlerat e fëmijëve vet, fillojnë me pas probleme. Pse? Se fëmia një sjellje që në shtëpi është transmetuar si sjellje jo e mirë, e shën televizion tu bë publikisht edhe tu pas si diçka okay. Edhe ato në një emision që ka shikueshmëri shumë të madhe. Na dim shumë mirë që sot fëmijët edhe të rinjt vlerësimin e gjanave si vlerë ose antivlerë e bazojnë shumë edhe në shikueshmëri. E na çdo ditë shohim sa shumë antivlera kanë me miliona shikime. E mandej kur njerëz të myten mes veti, shfaqin dhunë brenda familjes e tjerë, na veçërim të bë tema debate. Pse shkakton dhunën, çka shkakton vrasjen, kur realisht na, përveç edukimit të hershëm që e kemi dëshmi të bollshme, na emisionet e tilla i kemi parasyve 24/7, përmes të cilave na thuhet indirekt që mu shajt, mu ofendum, jam shu dikujt që sjellje shumë rregull. E qysh na atëherë më mësu mirësjelljen fëmijëve kur fëmijët publikisht shohin sjellje dëmtuese ndaj tjetrit. Edhe na si të rritur i qyrim pa një të keqe. Edhe mandej çdo vrekje që u bëjmë fëmijëve nuk ka efekt, që është shumë normale mos me pas efekt. Atëherë, si përfundim, na nuk mundemi me ndryshu të tjerët, as si individ, po as si totali emisioneve. Po çka mundemi me bo është, na vetë me përzgjedh se çka dojmë me shiku.